një nga faktorët prej studimeve të fundit më shumë të që qënë në divorc, është mungesa e komunikimit dhe mungesa e empatisë, po çka po e bën më shumë që të rritë me shty martesën, ka edhe shumë faktorë tjerë të brendshëm personal që të rinë tash dojnë me largu përgjithësi nga vetja, me shty prej moshës rinore për më vonë, sepse nuk ndihen të gatshëm emocionalisht, po edhe financiarisht për me ndërtu një familje apo një kontratë siç është martesa, edhe nuk është vetëm zhvillimi i shoqërisë. Domethënë, sado që ne emancipohemi në aspektin e mendësisë, prap nëse nuk punojmë me problematikat të tjera prej zhvillimit të hershëm në ndërtimin e komunikimit, sepse avokatja mund ta di dhe më mirë, po një nga faktorët prej studimeve të fundit më shumë të që qënë në divorc, është mungesa e komunikimit dhe mungesa e empatisë ndaj njëri tjetrit. Nëse ne nuk e kemi të zhvilluar këtë cilësi dhe këtë aftësi tek vetja, patjetër që mund të çojë në divorce dhe në shtyrje të martesës, sepse kemi krizat e identitetit tek të rinjt, konfuzion të rolit edhe shumë aspekte psikologjike, përpara se të përmendim aspektin zhvillimor të një shteti ose mbështetjes sociale që ta jep shteti, patjetër që ka një rol shumë të madh. Mirë, po duke mos qenë të përgatitur si individ për një kalim të një statusi tjetër, për shembull një status social martesor, prap do ketë problematika dhe vështirësi të tjera.